Gjykata e Apelit e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, e cila po shqyrton dosjen penale ndaj Redion Hysës dhe Nikol Shernikut lidhur me vrasjen e policisë Gjulio Prela, ka vënë në lëvizje prokurorinë e posaçme dhe kërkon prej saj informacion nëse në aplikacionin e koduar Sky ECC ka biseda apo të dhëna që lidhen me këtë krim. Redion Hysa është shpallur i pafajshëm nga gjykata e Lezhës lidhur me akuzën e vrasjes së punonjësit të policisë në një kohë që prokuroria kishte kërkuar dënimin e tij me 20 vite burgim, ndërsa Sherniku lidhje e ngushtë e Martinajt, i cili akuzohet për krim të kushteve për të kryer vrasje, është cilësuar fajtor dhe e dënuar. Për vrasjen e Gjulio Prelës fillimisht u akuzua Brillant Martinaj, kur shëriri i parë i Ervis Martinajt. Më vonë prokuroria e pushoi akuzën për të dhe arrestoi Hysën, pasi në depozitën e ujit mbi shtëpinë e tij u gjet pistoleta me të cilën ishte kryer krimi, edhe pse në të nuk u gjetën gjurmë të gështërinjve të arrestuarit. Gjatë shqyrtimit të dosjes në Apelin e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, janë marrë dëshmitë e zyrtarëve të policisë që hetuan çështjen, në një kohë që gjykata ka vendosur të kërkojë spak bisedat e mundshme të kryera në Sky ECC mes Ervis Martinajt dhe kushëririt të tij të ndjer Brillant Martinaj, dhe nëse këta të dy apo përdërues të tjerë kanë biseduar për krimin dhe nëse kanë implikuar dy të pandehurit, Hysa e Sherniku. Pasi ta administroj këtë provë, Apeli do të firmos edhe verdiktin lidhur me dy të pandehurit. Gjulio Prela u ekzekutua teksa kthehej nga Shkodra drejt Tiranës, pasi kishte shoqëruar një të afërmin e tij, referuar pamjeve të kamerave të sigurisë të vetmet automjete që rezultojnë të kenë lëvizur në atë rrugë për një kohë të gjatë, për shkak se lëvizjet ishin të kufizuar nga pandemia e Covidit, janë ai që drejtohej nga Gjulio Prela dhe i dyti nga Brillant Martinaj. Ky e fundit provohet nga kamerat e sigurisë si një karburanti shumë pranë vendit ku ndodhi krimi, ku Martinaj i veshur me rroba ushtarake ndalohet dhe furnizon automjetin me karburant. Brillant Martinaj u ekzekutua me 17 korrik 2022 tek mbikalimi i fushkrujës bashkë me dy miqtë e tij, dhe pas atentatit mafios, gjykata e Lezhës liroi nga akuzat Redion Hysën, pas afro 2 vitesh qëndrimi në paraburgim.